Nuk e di në e pat këtë javë, po tek Euronews i doli një sondazh i mira qytetarëve të Tiranës, ndër 20 problemet, 5 parat ishin çmimet e larta, korrupsioni, kostoja e jetesës, papunësia dhe pensionet. Pra më thoni, kush më shumë se sa pensionistët e vuajnë sot çmimet e larta dhe koston e jetesës në Shqipëri? Kur gati 520.000 pensionistë marrin pensione në nivelin e minimumit jetik. Për fat keq, sot pensionistët anë mban Shqipërisë nuk jetojnë me dignitetin që do të meritonin. Ne, u thadim herët nga shokët, që atyre muajve të fundit, krahas mbështetjes në protestat pensionistëve, kemi artikuluar deri në detaje se si zgjidhet kjo krizë e madhe, kjo plagë sociale, plaga sociale e pensioneve. Prandaj më lejoni që në vijim ndonë se do jem pak teknik, por që nuk do marrë shumë kohë, të përmend në mënyrë shumë përmbledhur se cilat janë propozimet tona për zgjidhjen e plagës pensioneve. E para është miratimi i minimumit jetik. Dhe ne si aktivistë Lëvizjes Bashkë në fakt e kemi bërë detyrën tonë ku para 2 viteve kemi mbledhur mbi 21.000 firma qytetarësh dhe i kemi depozituar në Kuvendin e Shqipërisë, po për fatin e keq, qeveritarët e korruptuar ende nuk e kanë miratuar minimumin jetik. Minimumi jetik sot është një domosdoshmëri, duhet miratohet në nivelin e rreth 210.000 lekë të vjetra në muaj për çdo person dhe çdo pension social që sot është rreth 90.000 lekë, nesër e tutje duhet filloj pikërisht nga niveli i minimumit jetik. Faleminderit. E dyta që propozojmë ka të bëjmë me luftën e informalitetit në paga në punësim ose puna në zezë, dhe qeveria e Edi Ramës në 12 vite nuk ka bërë asnjë gjë për ta luftuar punën në zezë. Dhe ky është një krim i madh shtetëror ndaj pensionistëve të sotëm, por edhe ndaj atyre që sot punojnë dhe nesër nuk do të marrin pension. Lëvizja Bashkë, përmes fuqizimit të institucioneve, qoftë atyre tatimore, qoftë inspektoratit punës, qoftë forcimit dhe themelimit sindikatave, do ta luftoj me rrënjë informalitetin në punë dhe në paga. Dhe kjo do të sillte edhe sikur vetëm gjysma të formalizoheshin mbi 500 milionë euro në vit në buxhetin që do të shkonte për pensione. E treta është dyshimi masës kontributit. Sot ka një pagë maksimale mbi cilën nuk paguhen kontributet, që është rreth 1.7 milion. Lëvizja Bashkë propozon që ta heqi këtë tavan dhe çdo pagë e lartë duhet paguaj përqindjen për kontributet. Kjo do të rrisë, si thuash, buxhetin për pensionet e sotme, por dhe pensionet në të ardhmen. Sot për të përfituar pensionin minimal, si thuash, kërkohen 15 vite kontributive. Lëvizja Bashkë propozon që ta zbresë duke marrë dhe shembuj më të mirë nga bota në 10 vite për të përfituar pensionin minimal, le të themi, i cili gjithsesi duhet jetë më i lartë se pensioni social. Sot shteti shqiptar jep atë që quhet pension social në moshën 70 vjeç dhe ka synimin ta çojë në 75 vjeç. Kjo është e padrejtë duke parë dhe jetëgjatësinë e pensionistëve në Shqipëri. Lëvizja Bashkë propozon që ta zbresë në 65 vjeç për gratë dhe 67 vjeç për burrat. Rritja e përvitshme e pensioneve do të mbështetet jo vetëm rritjen e çmimeve apo inflacionin, por edhe rritjen e pagës mesatare në Shqipëri dhe do të zgjidhet ajo që është më e leverdishme për pensionistët. Siç e dimë, emigracioni është një plagë e jashtëzakonshme për Shqipërinë, që ndikon drejt për drejt tek pensionet. Për fat keq vetëm me Italinë ka marrëveshje për njojën e kontributeve. Lëvizja Bashkë do punoj fort që të njihen kontributet në gjithë ato vende ku ka shumë emigracion të shqiptarëve, në Gjermani, në Mbretërinë e Bashkuar, në Francë, në Greqi e kështu me radhë. E teta, ndoshta jemi vend unik në botë ku shteti shqiptar, institucionet humbasin vitet e punës të punëtorëve, për pasojë ata përfitojnë pensione më të ulta. Ne do bëjmë çmos duke fuqizuar institucionet, duke ngritur zyrat posaçme tek sigurimet shoqërore,
apo duke thjeshtuar afatet kohore të proceseve gjyqësore në maksimum që kjo padrejtësi të vjetë në vend. E nënta ka të bëjë me shëndetin, siç e dim shëndetësia në Shqipëri është një kuthret qameti, krahas masave të shumta për të përmirësuar sistemi shëndetësor, do të vija këtu në pa që takon pensionistët që do të shtohet numri i barnave të rimbursueshme dhe cilësore për ta. Dhe fundit, dhe i përshëndes, minatorët kanë qenë një frymëzim për ne, edhe për minatorët ne mbështesim fort miratimin e statusit të minatorit. Tani, unë i bëj thirrje gjithë atyre pensionistëve, veçanërisht që në shkuarën kanë votuar Partinë Socialiste. I bëj thirrje që ta ndëshkojnë Partinë Socialiste dhe Edi Ramën si qeverisjen më të korruptuar dhe më të paaft. Ta ndëshkojnë duke votuar numrin 2 dhe lëvizjen bashkë. Të dashur pensionist, le të jetë vota juaj për lëvizjen bashkë oksigjen për të rinë që po lind.